Bismillahirrahmanirrahim, rreth ndikimit të adhurimeve të rinjve. Ndikimet e Kuranit dhe të udhëzimit të tij në transferimin e brendshëm të qenies janë më të mëdha gjatë moshës së rinisë. Kjo ndodh sepse zemra dhe shpirti i një njeriu apo i një të reje është e pastër, e sinqertë dhe e papërlyer me pislloqet e kësaj bote. Kjo ndodh gjithashtu sepse mendja e të rinjve nuk ka filluar ende të ndodh plasja e madhe e mendimeve dhe ideologjive. Kjo i bën ata të jenë përgjithsisht të pastër, të sinqertë, lehtësisht të ndikuar dhe rebel. Nisur nga se u përmend më sipër, të rinjt dhe të rejat që i kanë zemrat e tyre të ndriçuara me dritën e besimit, duhet të jenë të kujdesshëm se si ndërveprojnë me mjedisin shoqëror, pjesën e të cilit janë edhe në mënyra se si sillen me pjesën tjetër të njerëzve. Ata duhet të jenë vazhdimisht të kujdesshëm dhe të shmangin shoqërinë apo miqësitë me elementet negative, shkatruese, të cilat mund të ndikojnë në shturjen dhe në prishjen e moralit të tyre. Miqësia, bashkëtesa dhe shoqëria me personazhe dhe elementet negative dëmtojnë të gjithë pjesën tjetër të shoqërisë, cilat do qoftë shtresat të cilat ata i përkasin. Duhet të bëhet e qartë për të gjithë të rinjt dhe të rejat tona se të qenit e tyre besimtar dhe nënshtruar ndaj udhëzimit hyjnor nuk i vesh ata me imunitet absolut karshi të keqes. Shoqërimi i vazhdueshëm me njerëzit e këqij mund të ndikojë negativisht edhe padyshim edhe në devijimin e njerëzve të mirë. Këto udhëzime shfaqen shumë të qarta në një pjesë të konsiderueshme të hadithëve të transmetuara prej profetit të nderuar, paqja e bekatia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, në të cilat ka ftesa të drejtpërdrejta dhe sinjale të qarta për domosdoshmërinë e largimit nga gjunahçarët dhe shoqëritë e tyre.